Këti profesioni ja kom nisi ka që 3 vite që ja kom nis, mas vdekjes të burrit, mësim ka vdek burri, ja kom nis më merë që ti profesioni, kom pas marak, edhe ja kom nis, edhe pse nuk kam kur farë trajnimit kryn për rrëbaqepsi, po qefi, po kishte qef, po më shumë ja dalë. Mas lufte, kum pa punu punë dure, ju merë me rruza, me qëtu, ju merë, po pa ta shkput. Rruzat e punën e për ta shkput në herë, se ja nisa më merë me bletarije, nisa më merë me bimje kuse, të shpija ja nisa ta në që apet, në masë më degjë burri, apet ju këthejva qëti profesione. Me rruza ju merë shumë që atëherë, bile kam një vloë, është në Italia, ma ka pa lyp një kufer, ja kom që në Itali, se tha kam për lypin italian, ja pa ta qoë, i pa të qite atje dhe mi pa të promuar poret. Në një punëtori të vogël gjen shumë çka që njeriut ja mban lidhjen shpirtërore me traditat e së kaluarës. Nga veshjet kombëtare, mindilat e qëndisur me plot mond e deri tek fustanat e bukur, janë punimet e Drita Males nga Skenderaj, e cila i krijon me shumë dashuri. Ndonë se rrugtimi në këtë profesione filloi 3 vite më parë, ajo çfarë e detyroi ta merrte këtë rrugë ishte vdekja e bashkëshortit. Këti profesioni ja kom nisi ka që 3 vite që ja kom nis, mas vdekjes të burrit, mësim ka vdek burri, ja kom nis më merë që ti profesioni, kom pas marak, edhe ja kom nis, edhe pse nuk kam kur farë trajnimit kryn për rrëbaqepsi, po qefi, po kishte qef, po më shumë ja dalë me gjithë shka. Një grua e cila fillimisht krijoi punime me rruza, kaloi tek bletaria e në fund ju kthye qëndisjes. Mas lufte, kum pa punu punë dure, ju merë me rruza, me qëtu, ju merë, po pa ta shkput. Rruzat e punën e për ta shkput në herë, se ja nisa më merë me bletarije, nisa më merë me bimje kuse, të shpija ja nisa ta në që apet, në masë më degjë burri, apet ju këthejva qëti profesione. Në atë kohë kum pa maru shumë garnitura me rruza, kum punu garnitura, kum punu lula, me rruza ju merë shumë që atëherë, bile kam një vloë, është në Italia, ma ka pa lyp një kufer, ja kom që në Itali, se tha kam për lypin italian, ja pa ta qoë, i pa të qite atje dhe mi pa të promuar poret. Kanë që e nala që atëherë pa petu këthejva se vadi hava, s'po më ishe mikë zanatit që e ki qef. Drita tregon se pa një trajnim apo përvojë ka arritur ta mësoj tërë punën e rrëbaqepsisë, fal vullnetit që kishte. Kon shtirë se më nëzis këm kry kur farë trajnimi, kom pak si shtirë, po kur po kishe pa marak, po më shumë ja dalë. Sot dorët e punës nuk i numëron, por në mendje mban punimin e parë që ka realizuar. Mas pore që ju merë me qëtu vesh të kombëtare, kom prej një vesh për mesën tem të vogël, u konë që ashtu ka 5 vjetë, që atë vesh mas pore kom prej, dhe veç hajtë. Asa ku morë rënekun kërkon, veç i kum po për mes qështu rjetëve sociale, ku morë kum prej, edhe më ka ra shumë mirë, më ka dalë vesha. Kërë ja kum vesh mesës, fort mirë më ka ra. Qfar të rok maqina, unë ua kryej, kështu përgjigje Drita kur pytet për shërbimet që ofron. Punoj vesh kombëtare, punoj pantulla shkurtoj, ngushtoj, ngjes patenta t'jakne, patentat pantulla, çka t'ka nevoj, për qatë rrug maqina, javë kry. Jo shkurtoj të shtonë, ma e qështu. Ka kërkesa edhe me i ble, po dikun janë çmimet shumë atë shtrejta, dikun janë shumë atë lira, tash në varët edhe puna që është, e kyne. Megjithatë, fitimet nga ky profesion Drita thot se i ka të vogla, por janë më të mira se sa qëndrimi kot. Është fitim plus, po ju shumë se janë bo shumë me vesh kombëtare, që ata kur bohen shumë, bjen edhe çmimi. Se dikon ma nërësh, po apet mirë është. Mirë me nëzi ka arritë më këthy tradita junë, që ju konë është mirë. Mesazhi jam i shkon që
sot për sot kush punon edhe fiton. Pa punë s'ka. Edhe që s'punon, s'ki torna kërka, po sa do pak, duhet me punua. Se nëse rrin pej neje s'ka kur gjo, pej punë prite diçka. Qaja është mesazhi veç që duhet me punua. Se edhe sot për sot në Kosovë ka punë. Nuk du të me thonë ta është veç pilshojmë vendin tonë, por dalëm jashtë vendi se edhe në Kosovë ka punë. Edhe në Kosovë ka punë, po da është një jetë krejt tjetër. Si në vendin tanë mos ka.